Ka pasur dinamika mjaft të forta këtë javë në Big Brother VIP dhe për folur për këto kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, cilat kanë qenë dinamikat e kësaj jave në Big Brother VIP Albania? Pas 14 ditësh qetësi, ka ardhur momenti që të vihet pak zjarri i shtëpisë, ku ka nisur një lojë ku si ide ka qenë ide e Brikenës dhe Eugenit së bashku me Angelon. Ajo i ka hedhur një ide që pse nuk vendosim një godë me vezë dhe me hudhra në çdo krevat të banorëve këtu, që të krijon çik pak zhurmë dhe t'i vënë çik në një kurth të gjithë banorët. E gjitha kjo shkruar me sukses në anën e dy banorëve, Eugenit dhe Angelos, ka ngritur dyshime të plota, debate, duke synuar se kush mund ta ketë bërë. Kemi dëgjuar emra që e pak a shumë banorët e dinin që mund të kenë qenë Tresha, Kristi, Angelo dhe Eugeni, por përtej kësaj kemi parë që i vetmi synur ka qenë Kristi në të gjithë në këtë çështje. Arsyetimi është sepse para se të bëhet e gjithë kjo lojë, kemi parë një debat kundrejt Kristit me Casey-n, ku Casey pas hyrjes të tij kemi parë që ka ardhur mjaft i përgatitur dhe i lexuar në shtëpi, ka provokuar jashtëmase Kristin gjatë këtyre 24 orëve, edhe mund t'ja themi që ai ja doli, pavarësisht se në syrin e publikut mbasi nuk është gjë shumë e bukur provokimet aty, por siç e dim, aty është një lojë, kështu që secili duhet t'rregojë qëndrimin e tij dhe mos bjeri prej këtyre provokimeve të dobta si provokimet e Caseyt për shembull. Kemi parë që Kristi e humbi lojën aty, e ka humbur, ka marrë një big minus, jo në syrin e publikut shumë, por ka marrë në syrin e produksionit, në syrin e lojës, në aspektin e lojës, Kristi ishte një minus e gjitha i reagim që bëri, duke i derdhur një shishe birë në kokë, duke përdorur ato fjalë që nuk i përshtaten televizionit shqiptar, të jemi sinqert. Pas të gjithë kësaj kemi parë që nuk ka pas reagim kundrejt Caseyt, e ka menaxhuar mjaft bukur, i gëzuar sepse fitoi atë që donte, nxori jashtë kontrollit Kristin, por kemi parë që Kristi ka qëndruar për një periudhë të gjatë në dhomën e rrëfimit, ku sot kemi parë dhe një pjesën e tij postuar në rrjetet sociale, në Instagramin e Big Brotherit, se çfarë ka përfshirë, çfarë ka folur pak a shumë. Me tej kësaj Kristi besoj se ka dashur të dali pak në situata dhe këtë kartonin e kuq që ka marrë ta kthej bumerang kundrejt tjerëve. Siç të thash, u përdor të gjitha kjo, të gjithë kanë synuar një Kristi që mund të ketë bërë këtë aleancë me godën me vezë për të krijuar gjithë të lojë. Kristi nuk është kundër përgjigjit duke thënë që jo se kanë bërë unë, i ka lënë gjithë që ta mendojnë sikur ai është fajtori. E ka përdorur, domethënë, me tej ai ka vazhduar duke largur disa dyshek me ujë në dhomën e gjumit. Në ato momente kemi parë që në pranimin e tij ka qenë Lorna duke e parë, kanë qenë disa banorë përreth, po i vetmi që ka reaguar pak si ashpër, mund ta them, po edhe pak me të drejtë, ka qenë Seno, i cili ka agrevuar duke parë këtë situatë, i është turrur në një mënyrë agresive, mund ta quajmë. Disa thonë që ka poshtyrë, unë nuk mund ta dalloj qartë, sepse kjo gjë nuk është postuar në faqe zyrtare e Big Brotherit, e kemi parë në mini video në për TikTok, unë fatkeqësisht nuk e kam parë dot live këtë moment, kështu që do jap një mini opinion aq sa kam parë ato mini video të shkurtra që kemi parë rreth rrjeteve sociale. Nuk e kuptoj nëse ka poshtyrë, po u diskutuar për poshtyrën, sepse edhe vet Kristi në për debate kështu është, gjithë kanë diskutuar pjesën e poshtyrës, kështu që besoj se Seno në të momente ka poshtyrë dhe ka shtytur, duke kërkuar llogari se pse po bie në këtë lloj niveli për të krijuar situata të tilla dhe lojra nivele të ulta. Pas të gjithë kësaj ka ndërhyrë të gjithë janë larguar jashtë në oborr, mos gaboj, po një farë kohë edhe në produksioni vet duke i nxjerr banorët jashtë. Në debate e sipër kemi parë sërish që Kristi për orë të tëra nuk është faqur nëpër shtëpi, me djenin që besoj ka qenë te dhoma e rrëfimit. Pas kësaj gjakrat janë ulur, por
grupi i banorëve tashme mjaft të agrevuar, mjaft të zhgënjur ndaj Kristit në lojra të tilla, sepse fundja këto nuk janë lojra që si kemi parë më parë. Kemi parë birra që i derdhen banorëve të tjerë, ose lagja e dyshekëve i kemi parë, nuk se janë lojra të reja për syrin e publikut. Gjithsesi, pas gjithë kësaj të situate, vjen darka ku disa shtrihen për krevate, disa flejnë në living room. Kemi parë Kristin që merr një dyshek edhe shtrihet në bordel, sepse siç u tham u lag dhe grepati i tij pastaj nga banorët e tjerë. Kemi parë Kristin i cili mundohesh të flinte në thonjza si gjynafçar në bordel, por kemi parë një Seno, kemi parë një Casey, kemi parë Mirin, kemi parë gjithë çunat, për shembull, grupi mund të them 70% që banorëve ishin kundër tij dhe kanë sulmuar në thonjza duke konduar, duke bërtitur, duke ngacmuar, kuptojnë që ta lënë pa gjumë gjatë natës. Atë që duhet të them është që Kriste deri diku, siç kanë thënë dhe para disa ditësh, Kriste më e kam quajtur lojtar. Edhe është lojtar, nuk e hedh poshtë, sepse e gjitha kjo mund të quhet një lojë dhe duket mjaft qartë që Kristi ka ardhur dhe ai i lexuar me shënimet e tija për krijuar lojën e tij, por në syrin tim këto lojra janë shumë lojra të dobta. Edhe është mos e normale që reagimet e banorëve të jenë në këtë lloj mënyre. Arsyeja është sepse kur ti kërkon të bësh një lojë në të shtëpi, duhet të presësh dhe reagimet me tej, sepse kur ti dëshiron të kesh të gjithë kundra, atëherë duhet të kesh dhe këllçe që ti përballosh gjithë ta banorët që ke kundra. Kjo gjë nuk përballoj duke ti heshtur, duke bërë viktimën, duke bërë të mërziturin, sikur je prekur, por të dukur në syrin e publikut si një gjynafçar që të gjithë po mos ulen, edhe unë kam nevojë për mbështetjen tuaj, siç kemi parë në përkomente tani që gjithë janë kthyer duke mbrojtur Kristin në sa kam lexuar në përkomentet, në përpostimet që janë bërë. Shoh që gjithë janë duke mbrojtur Kristin dhe nuk po arrit ta kuptoj arsyeën pse. Pse ne si sy publik duhet gjithmonë të mbështesim një person që bën viktimën, kur fundja i e kërkoi vetë gjithë këtë lojë. Për mendimin tim, Kristi nëse i quan veten lojtar dhe ka hyrë aty për të luajtur, ai duhet të çohet edhe të kundërpërgjigjet dhe të vazhdoj lojën e tij siç e nisi, ta çojë deri në fund. Ky është një opinion im. Klevis, a mendoni që duke bërë këtë lojë Kristi dhe duke i usulur gjithë lojtarët, ai faktorizohet akoma më shumë? Normalisht e faktorizohet, se sapo ta shpjegova që publiku gjithmonë favorizon personazhe të tilla të cilët bëjnë rolin e viktimës. Mos harrojmë që kryesori, kur herë e parë që ka ndodhur kjo, ka qenë në Big Brother VIP 2, ku pas një gënjeshtre, një shpjetar u sulti Luizelli dhe aty na gënjeshtar që ishte, na fajtor që ishte, gjithë e mbështetën Luizin për atë që bëri sepse kishte kundrejt një shtëpi të tërë. Kjo është tashme një strategji e shumë pashme. Nuk ka ndodhur vetëm me Luizin, mbas Luizit e kemi parë edhe në banorë të tjerë. Viktimizimi nuk shkon gjatë, sepse e zëm që sot e mbështesim të gjithë Kristin sepse na vjen gjyna, sepse i kundrasulen e lajm pa gjumë, provokimet e tepërta e. Problemi është me te çfarë do bëj Kristi, sepse kjo gjë do shuhet. A më kupton, po kjo është një kartë e Kristit për ta lozur, sepse e kuptoi që të i kaloj limitin e tij në atë reagim të ashpër që bëri kundrejt Caseyt, edhe me atë që kuptoj unë, mendoj se ai po mundohej ta nashkaloj këtë dhe të kaloj diçka akoma më të madhe dhe të favorizohet ky dhe të ketë mbështetjen e publikut dhe mos të gjykohet për veprimin e tij. Këtë e lëm në përshtypjen time. A besoni që do ketë ndonjë zarf të zi për reagimin që bëri Seno ndaj Kristit? Nuk e besoj. Nëse do kishte një zarf të zi, zarfi i zi duhet vinte direkt për Kristin. Por derisa nuk pam një zarf të zi kundrejt Kristit për atë çfarë ai bëri, nuk besoj se do kemi as për Seno, por besoj do ketë dënime të cilat do vinë vllai i madh në Prime-in. Por nëse kishte një zarf të zi, zarfi i zi duhet kishte ardhur tashmë në shtëpi. Edhe
Më lejo të them që para disa orësh, për shumë orë të tëra sërisht, Kristi ka qenë mungesë në atë shtëpi. Kristi pothuajse ka munguar gati rreth 4-5 orës në shtëpi pa u duk në kamerat. Kështu që e gjitha kjo më ka lënë pak si dyshim, sepse nuk po arrit ta kuptoj cila është arsyeja që Kristi është 4 orë jashtë shtëpisë. Dhe çfarë mund të ketë ndodhur kaq shumë, sepse edhe vetë Big Brother nuk i poston në kohë reale dhe mjaft të qarta se çfarë ndodh në shtëpi. Për shembull, që ta kuptoj dikush qartë se çfarë po ndodh, të rresh 24 orë në kanalet e tyre edhe ti shikosh të gjitha ngjarjen. Prapse prapë mentalisht nuk e di se çfarë po ndodh me Kristin edhe çfarë Kristi po mendon, edhe a është duke los rolin e viktimës në atë dhomë rrëfimit, duke kërcënuar një produksion që unë do dal, apo produksioni e mban sepse Kristi mund të jetë në një gjendje shumë të rëndë psikologjike. Kjo mbetet për tu parë. Unë e pash Kristin ka dalë, është shfaqur para se të nisim intervistën tonë, më kam parë në një gjendje shumë normale, po thjesht që edhe unë mendoj se Kristi po mundoi të detyroj produksionin për të bërë një lëvizje kundrejt Senos. Ky është një mendimi im. Na pak ide që kemi marrë gjatë kaq viteve Big Brotheri që shohim. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.